si pasojë një zjarri të rënë në një nga diskotekat, teksa performonte një band çoi në humbjen e mbi 50 personave. Kjo ka sjellë irritim shumë të madh në Maqedoni, ku ka pasur reagime të shumta, ka pasur persona të cilët janë marrë në pyetje, ka pasur hetime, gjithashtu ka pasur dhe reagime nga njerëz të ndryshëm që kanë dalë deri tani në formë homazhi, por që ndoshta në një të ardhme jo shumë të largët të kthehen në protesta. Për më shumë kam të ftuar në një lidhje Skype Arianit Xhaferrin, aktivist. Arianit, shumë faleminderit për kohën dhe për mundësinë që na dhat për të diskutuar rreth kësaj ngjarje, le të themi, shumë tragjike. Falenderoj edhe unë për ftesën dhe shumë më shumë për interesimin që tregoni për këtë tragjedi që ka goditur vendin tonë. Tragjedi e cila ka prekur shumë fuqishëm zemrat e gjithë qytetarëve, si të maqedonasve, si të shqiptarëve, si të minoriteteve tjera që jetojnë në vendin tonë. Arianit, a mund na thoni pak se a mund të ishte një ngjarje që mund të ishte parandaluar nëse autoritetet mund të kishin funksionuar siç duhet? Po pikërisht, si shtat edhe ju në hyrjen e kësaj interviste, domethënë zjarri ishte ndoshta pasojë e shkakut është krimi dhe korrupsioni në vendin tonë, i cili lejon subjekte të këtilla dhe jo vetëm që të punojnë në mënyra të lira, kështu pa u inspektuar fare, pa u kontrolluar si duhet, ju jepen licencat e punës pa mos marrë parasysh, domethënë gjitha rregulloret dhe procedurat që janë në fuqi, të cilat kërkojnë domethënë një kontroll strikt të kushteve përpara se një subjekt të kalojë, domethënë të jetë operativ, të jetë në funksion. Nuk është hera e parë që Maqedonia e Veriut goditet nga një tragjedi ku zjarri merr jetë njerëzish. Unë do doja të sjell në vëmendjen e shikuesve tuaj se më 8 shtator të vitit 2021 në qytetin e Tetovës nga ku flas unë dhe nga ku jam unë, 14 pacientë të shtrirë në një spital modular të shtrirë, domethënë shkaku i pandemisë COVID-19, humbën jetën në një zjarr, domethënë i cili ndodhi krejt papritur dhe domethënë ishte një tragjedi ndoshta shumë e madhe në atë moment. Njerëzit kërkonin shpëtim në spital, ndërkohë që shkuan dhe gjetën vdekjen 14. Pak më vonë, 23 nëntor të vitit 2021, në një autobus të një ture domethënë nga Shkupi në Stamboll dhe në kthim mbrapa, 54 udhëtar u dogjën të gjallë në Bullgari, shkaku i një aksidenti që ndodhi në një nga autostradat e atjeshme. Dhe domethënë 54 viktima, siç thash, u dogjën. Po më herët kanë ndodhur edhe tragjedi të tjera të cilat nuk kanë përfshirë zjarrin, po thjesht po i përmend pak këto 3 të fundit, për shembull në vitin 2019, një autobus i linjës Shkup-Gostivar del nga rruga, devion nga rruga dhe përplaset domethënë dhe bie në Humner, ku 16 udhëtar humbin jetën tragjikisht, domethënë nga 51 udhëtar sa ka patur autobusi, fatmirësisht banorët e fshatit Llaftkart ku ndodhi aksidenti ndërhyjnë shpejt dhe shpëtuan shumë jetë njerëzish. Pra këto janë spaku 3 rastet e fundit më tragjike, vdekje masive, vrasje masive, do thoja, që kanë ndodhur në Maqedoninë e Veriut, të cilat as se si të na lënë rehat, edhe as se si të na bindin se mund të jemi të sigurt në një shtet si ky joni ku jetojmë, dhe sigurisht që revolta dhe mlefi i qytetarëve është shumë i lartë, po aq sa e madhe është edhe dhimbja për këto humbje të njëpasnjëshme. Çfarë vlen të thuhet për të trija këto raste që përmenda më herët, domethënë është që në rastin e autobusit që ra në Humner dhe vrau 16 udhëtar, pronari i agjencisë autobusit dhe kompania që kishte në pronësi agjencionin turistik, agjencionin e udhëtimeve, domethënë që mbanin linjën Shkup-Gostivar, ishte po ashtu në pronësi dhe një kontroll teknik të automjeteve, ku vetë i kontrollonin, inspektonin automjetet e tyre, autobuset e tyre për t'i lëshuar në trafik. Pronari i kësaj kompanie mori një ndëshkim, një heqje lirie, domethënë nga 4 vite kushtuan 16 njerëzish,
dhe më shumë më të madhen e pagoi Ozitsi, i drejtuesi i autobusit, i cili u dënua me 14 vite e qelirie. Do të thënë në total 18 vite për 16 jetë njerëzish, të cilët po ktheheshin nga vendet e tyre të punës në vendbanimet e tyre në Gostivar. Më pas në rastin e autobusit të linjës Shkup-Stambol-Shkup, do të thënë këto në fakt operojnë kanë turizëm, do të thënë xhiro turistike organizojnë kështu ture për në Stambol. Të përmend domethënë edhe një herë 54 viktima, drejtuesi i ndërmarrjes dënohet me 1 vit e 8 muaj heqje lirie, 13.000 euro gjop dhe 4 vite i hiqet licenca për të operuar me agjencion turistik. Për informacionin tuaj dhe të opinionit, i njëjti pronar, i njëjta kompani thjesht ka ndëruar emër, ka marrë leje të reja dhe vazhdon të operojë mbase me autobuset e njëjtë. Domethënë vazhdon të operojë linjën Shkup-Stambol. Modulari i 8 shtatorit 2021, zjarri në modularin e Tetovës, spitalin modular, domethënë u zhvillua një proces gjyqësor ku nuk u fokusua fare hetimi në shkaqet që çuan deri ke zjarri dhe si pasojë vrasja e 14 tetovarëve, por u dënuan me kusht drejtori operativ, drejtori teknik i spitalit, për shkak se kishin lejuar, domethënë ta dy u dënuan sepse kishin lejuar prani të civilëve në hapësirat e spitalit ku po trajtoheshin pacientët me Covid. Pra, nuk u bë asnjë hetim i mirëfillt për të gjetur shkaktarin e zjarrit dhe fajtorët që çuan deri në vrasjen e tmerrshme të 14 pacientëve që ishin shtrirë për të trajtuar me Covid. Gjitha këto situata e mbushin aq shumë kupën sa që mlefi dhe revolta qytetare domethënë sa shkon e rritet dhe si pasojë e asaj disa mijëra qytetarë dje në sheshin e Shkupit u tumbuan për të bërë homazhe aq edhe për të protestuar ndaj korrupsionit dhe padrejtësive, por ishte kryesisht, nëse do të quajmë protestë, ishte një protestë shumë e qetë, e cila nuk është se na garanton njëri që nuk do eskalojë edhe në ditët në vazhdim. Për ditën e nesërme është parapartë funerali i viktimave të diskotekës në Koçan, ku ndodhi domethënë tragjedia e para 3 ditëve ku 59 persona të rinj të vendit tonë humbën jetën, dhe pritet që mbas funeralit të shpërthejnë edhe protesta masive, mbase ndoshta edhe të ndryshme të jenë, për shkak se siç thash, është këtu më e qartë se çdo kush e thot, më parë mendonin, po tani më çdo kush e thot që nuk vret zjarri, nuk vret aksidenti, vret korrupsioni në cilin jemi zhytur si shoqëri, edhe udhëhiqemi nga persona të korruptuar, të cilët fatkeqësisht vetë i vjedhin, por të cilët kanë marrë në kontroll të plot drejtësinë e kalpur dhe të kapur të vendit tonë.